Kosovë ndalemi pak edhe tek fushata zgjedhore, por gjithashtu edhe te incidenti ndodhur një ditë më parë në Skënder. Ai mund të më tregosh se cilat janë të rejat më të fundit? Ka pas ndalim të disa personave Nensi, dje atje është parë pra ndërhyrje e policisë edhe prokurorisë. Normalisht ka pas edhe le të themi një situatë jo shumë të këndshme për faktin se pati edhe reagime nga qytetarët për shkak të pranisë goxhat madhe të policisë në atë pjesë. Pra kemi reagime të dyja palën këtë rast, sidomos nga PDK-ja, po edhe nga vetëvendosja dhe zoti Kurti sot gjatë konferencës me zonjën Kos në fund të saj normalisht foli edhe për këtë çështje, duke kërkuar normalisht nga prokuroria dhe policia ta kryjnë punën e tyre dhe që mos bien pre e atyre që konsiderojnë veten mbi ligjin sipas tij, dhe normalisht është, domethënë kemi përsëri këto qëndrime të kundërta, pra që normalisht lidhen pak a shumë edhe me situatën që ndodhemi ne, që është pjesë e fushatës elektorale, do të thoja unë, ku normalisht pati taborin që mbështesin zotin Lushtaku për veprimin, duke marrë parasysh edhe arsyen që gjoja e shtyv deri tek një veprim i tillë, por normalisht edhe kundërshtimin dhe dënimin që ju bë. Pati dënime pastaj edhe nga parti tjera, edhe nga le të themi emra të njohur të jetës publike në Kosovë për atë çfarë ka ndodhur. Le të themi faj një farforme u tentua që të ndahet ca ndej ca këndej, por normalisht duhet që gjithë kjo të mbetet drejtësisë dhe policisë që ta zgjidh. Gjithçka mbetet e shihet se cila do të jetë pastaj veprime tutje dhe sa do të jenë në gjendje në këtë rast edhe zoti Lushtaku, i cili akuzohet për sulm, por edhe i sulmuari, pra që ti përgjigjen normalisht në rast se ata do duhet ti përgjigjen ftesës së prokurorisë, dhe me pas normalisht gjithë kjo të mbetet në dorë institucionet e drejtësisë dhe jo realisht përdoret politikisht në këtë rast, pavarësisht faktit që megjithatë si incident domosdoshmërisht që lidhet pak a shumë me çështje elektorale, çështje zgjedhore, marr parasysh që zoti Lushtaku vjen nga Partia Demokratike të Kosovës, është kryetar i një komune dhe normalisht veprimet e tilla domosdoshmërisht që nuk janë të pranueshme as pak, dhuna nuk është e pranueshme asnjëherë, por në anën tjetër pastaj edhe etiketimet eventuale në adresë të tij në raste të caktuara që mund merren si provokim, ndoshta nuk do duaj të ndodhshin, por pra po them, besoj që edhe politika dhe partitë politike do duaj ndoshta mos ta përdorin apo keq përdorin këtë rast dhe gjithë situatën t'ia lejnë institucionet e drejtësisë që t'i japin, po them, zgjidhjen e duhur dhe të drejtë. E qartë, Kosovë të falenderoj për këtë lidhje dhe për të gjitha këto informacione që përcollet tek ne.